Mjeku çudit botën, lakra e kuqe çdo ditë shëron këto 7 sëmundje. Ja kush duhet ta konsumojë urgjent. I thonë lakra e kuqe, por në të vërtetë ngjyra e saj është një vjollce thellë e ndezur, shija e të cilës befason qellëzën. Lakra e kuqe është pjesë e tryezës sonë, jo vetëm për festa. Nëse mendoni se lakra e kuqe dhe lakra e bardhë ndryshojnë vetëm nga ngjyra, ta dini se po gaboheni. Lakra e kuqe është nga ato perime e cila është e shijshme kur hahet e gjallë ose e gatuar. Lakra e kuqe mund të hahet në sallata, mund të gatuhet në avull, mund të përzihet me një pjatë me perime të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fibrat që gjenden te lakra e kuqe njihen për punën e tyre të shkëlqyer në parandalimin e konstipacionit dhe rregullimin e sistemit tretës. Dëgjoni me vëmendje përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i lakrës së kuqe, e cila kultivohet me sukses edhe në vendin tonë. Këto informacione do të renditen sipas seltit sajt dhe do të bëjnë edhe më shumë përditësim të informacioneve tuaja. Të dyja lakrat, si të gjelbrat ashtu dhe të kuqet, janë të fuqishme në aspektin shëndetësor. Lakra e kuqe përmban 85% të dozës ditore të vitaminës C, ndërsa lakra e bardhë ka vetëm 47%. Besojeni ose jo, lakra e kuqe ka më shumë vitaminë C se ajo me ngjyrë të jeshiltë. Për më tepër, lakra e kuqe është nga ato të pakta perime me nivele të ulta të mbetjeve të pesticideve në lëkurën e saj. Lakra e kuqe ka 10 herë më shumë vitaminën A se lakra e bardhë. Kjo e fundit ka 2 herë më shumë vitaminë K se lakra e kuqe. Kur vjen puna te hekuri, lakra e kuqe ka dy fishin krahasuar me lakrën e bardhë. Sa i përket antioksidantëve, lakra e kuqe triumfon dhe është më superiore. Këto janë përfitimet që do të merrni nga konsumi i lakrës së kuqe. Lakra e kuqe është e pasur me vitaminën C, një antioksidant i rëndësishëm i sistemit tonë imunitar. Ajo stimulon qelizat e bardha duke krijuar një sistem të fortë mbrojtës të organizmit tonë. Sistemi imunitar është jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj raportit të oksidantëve dhe antioksidantëve. Duke qenë se prodhimi pa kontrolluar i radikaleve të lira mund të dëmtojë sistemin mbrojtës. Radikalet e lira prodhohen në trup dhe dëmtojnë qelizat. Antioksidantët janë mekanizmat më të mirë mbrojtës duke përzërë nga trupi të gjitha qelizat e dëmshme. Lakra e kuqe ka vitaminën C, e cila është një nga ushqimet me nivele të larta të antioksidantëve më të pasur në zinxhirin ushqimor. Lakra e kuqe është e mirë në betejën kundër inflamacionit dhe artritit. Lakra e kuqe ka elementë të rëndësishëm të cilat luftojnë inflamacionet. Shkencëtarët kanë provuar se konsumi i lakrës së kuqe ka efekte pozitive në reduktimin e entjeve. Inflamacioni mund të shkaktojë dhimbje dhe entje në kyçe dhe në gjymtyr. Një dietë e pasur me perime përfshirë edhe lakrën e kuqe është shumë e nevojshme. Ushqime të tilla antiinflamatore janë receta natyrale në betejën kundër artritit dhe komplikacioneve që vijnë prej tij. Lakra e kuqe ul rrezikun e osteoporozës, sëmundjeve të kockave. Lakra e kuqe është e pasur me vitaminën K. A i dini se vitamina K rrit sasinë e një proteine specifike të nevojshme për ruajtjen e kalciumit në kocka, duke ulur kështu rrezikun e osteoporozës. Disa studime mbi përfitimet e vitaminës K kanë zbuluar se marrja e sasive të mëdha të kësaj vitamine ndalon rryrjen e kockave të njerëzit të cilët janë diagnostifikuar me osteoporozë. Masa kockore e njeriut formohet gjatë 20 viteve të para të tij. Ajo vazhdon të qëndrojë plot në mënyrë konstante deri në moshën 40 vjeçare. Masa kockore të gratë reduktohet pas menopauzës dhe vazhdon të bjerë ndjeshëm deri në moshën 70 vjeçare. Ky proces rrit riskun e frakturave të kockave. Prandaj kockat duhet të mbahen të forta me kujdes me anë të vitaminës K, e cila është e nevojshme për të vonuar dhe parandaluar gërryerjen e kockave. Lakra e kuqe është e mirë në luftën kundër sëmundjeve kronike. Sëmundjet kronike të tilla si Alzheimeri, Huntington, Parkinson prekin 45 milion njerëz në botë, duke dëmtuar qelizat e trurit në mënyrë progresive deri në shkatrimin e tyre. Lakra e kuqe ka antioksidant të pasur, të cilat parandalojnë dhe kthejnë mbrapsht dëmtimin e ADN-s. Lakra e kuqe është një produkt fantastik në mbrojtjen e shëndetit të stomakut. Ushqimet probiotike japin sistemit tonë tretës një dozë të mirë të bakterieve të nevojshme. Këto baktere krijohen në kombinimin e dur të lakrës së kuqe kripës gjatë procesit të fermentimit.
Përfshirja e lakrës së kuqe në dietën tuaj do të jetë një element shtesë ushqyes në mbrojtjen e organizmit. Lakra është një ushqim i pasur me vitamina dhe minerale, i cili është aleat i madh i shëndetit në forcën e imunitetit dhe lehtëson detoksifikimin. Dalimi midis lakrës së kuqe dhe asaj të zakonshme është më e shumtë se ngjyra e tyre, pasi është e lartë në antocianine, pigmente të familjes flavonoide, të cilët janë antioksidantë të fuqishëm që kanë më shumë vitaminën C dhe E. Në këtë video, sipas Steptuel, do të mësoni më shumë për përfitimet e konsumit të lakrës së kuqe në dietën tuaj. Ajo është e pasur me lëndë të mira ushqyese. Edhe pse përmban pak kalori, lakra e kuqe përmban një sasi mbreslëndse të lëndëve ushqyese. Një filxhan me lakër të coptëzuar të papërpunuar përmban këto lëndë ushqyese. Rreth 89 gram lakër të kuqe do të gjeni 28 kalori, 1 gram protein, 7 gram karbohidrate, 2 gram fibër, 57% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C, 28% të vitaminës K, 11% të vitaminës B6, 6% të vitaminës A, 5% të kalciumit, 5% të tiaminës dhe 5% të riboflavinës. Lakra e kuqe është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve dhe përbërësve të tjerë të dobishëm që ndihmojnë në mbrojtjen kundër dëmtimit të qelizave. Antioksidantët e saj përfshirë vitaminën C, karotenoide dhe antioksidantët flavonoid tregojnë se kanë veprime të mira edhe kundër komplikacioneve. Lakra e kuqe mund të ndihmojë në luftën kundër inflamacionit, i cili besohet se kontribon në shumë sëmundje. Është interesante se aplikimi i gjetheve të lakrës gjithashtu mund të reduktojë inflamacionin. Për më shumë të rriturit me artrit, të cilët mbështjellin gjunjët me gjethe lakre një herë në ditë, raportuan se ndjenin dukshëm më pak dhimbje deri në fund të një studimi 4 javor. Gjithashtu, lakra e kuqe ka efekte pozitive në shëndetin tuaj të zemrës. Lakra e kuqe mund të jetë e dobishme për shëndetin tuaj të zemrës. Kjo mund të jetë për shkak të përmbajtjes së antocianinës, të cilat janë antioksidant flavonoid, që japin lakrës së kuqe ngjyrën e saj karakteristike. Marrja më e lartë e antocianinës mund të shoqërohet gjithashtu me presion të ulët të gjakut dhe një rrezik më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve në zemër. Lakra e kuqe përmban më shumë se 36 lloje të antocianinës, që bën atë një burim të shkëlqyer të këtij përbërësi për zemrën. Lakra e kuqe mund të ndihmojë në forcën tuaj të kockave. Lakra e kuqe përmban disa lëndë ushqyese të cilat janë të mira për kockat, duke përfshirë vitaminën C, vitaminën K, si dhe sasi të vogla të kalciumit, manganit dhe zinkut. Për shembull, një filxhan prej 89 gram lakër të kuqe përmban 56% të njësisë ditore të vitaminës C, e cila luan një rol në formimin e kockave dhe mbrojtjen e qelizave të kockave nga dëmtimi. Lakra e kuqe është gjithashtu e pasur me vitaminën K1, duke ofruar pak më shumë se 1/4 e dozës rekomanduar për filxhan. Vitamina K1 gjendet kryesisht në ushqime bimore si perimet me gjethe. Kjo e dallon atë nga vitamina K2, e cila gjendet në produkte shtatëzore dhe ushqime të fermentuara. Ekspertët tregojnë në përfshirjen e lakrës në dietën tuaj. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese, nuk do ta neglizhoni nga dieta juaj. Lakra e kuqe është një nga produktet më të mira për shëndetin e stomakut. Ushqimet probiotike japin sistemit tuaj tretës një dozë shumë të mirë edhe të bakterieve të nevojshme. Këto bakterie krijohen në kombinimin e dur të lakrës së kuqe, kripës dhe gjatë procesit të fermentimit, vlerat që do të marrë sistemi juaj tretës do ta bëjnë atë edhe më të shëndetshme. Ka kaq shumë lëndë ushqyese në lakrën e kuqe dhe një nga ato vlen të përmendet është vitamina A. Kjo vitamin është thelbësore për syt dhe vizionin e mprejtë. Në të vërtetë, vitamina A është një lloj antioksidantëve që mbron kornën dhe gjithashtu shtresën e qelizave të ndjeshme ndaj dritës në pjesën e prapme të syrit që quhet retina. Të kesh një sistem të fortë imunitar do të thotë më pak komplikacione. Lakra e kuqe është e pasur me vitaminën C, vitaminë e cila është shumë e rëndësishme për të forcuar imunitetin dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja lakrën e kuqe si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese edhe për të përmirësuar organizmin tuaj në tërësi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.